Okej, miqtë e mi, atëherë jemi rifutur sërish në transmetim, sepse transmetimi i fundit, që sapo mbylla, kishte probleme me rrjetin, nuk suportonte figurën rrjetit celular, është rrjeti One, i cili është i dobët në internet për mendimin tim personal, të paktën për transmetimet live. Ndoshta për Instagram, për këto gjëra mund të jetë shumë mirë, por për transmetimet live ky rrjet nuk garanton. Okej, atëherë për ata që sapo janë futur në transmetim, ndodhem në Sarand. Tashmë ndodhemi në qendër të shëndetores në Infrashëri në Sarand. Kjo është një ndër shëndetoret më të bukura, mendoj, ndoshta në Shqipëri. Siç e shihni edhe nga pamjet, kemi imazhe shumë bukura vërtetësisht, shumë qytetarë kanë dalë për të shëtitur, për të shijuar mbrëmjen. Në fund të live streamit parë, unë njoftova që do të dilja dhe do të rifutesh sërish, por mikrofoni pati një shkëputje, kështu që më ka dalë pa audio fjalat cilën kam thënë në fund. Gjithsesi, tashmë jam rifutur sërish në një cilësi transmetimi pak më të reduktuar. Eduard, po, është një varg shumë e bukur fatikisht, e cila vozit këtu në Sarand. Nëse e thash tamam, thot që është shumë pastër. Okej, me bëhet qefi për këtë. Ky është live streami i dytë. Live streami i parë mu shkëput, ose shkëputa unë më mirë, prej rrjetit dobët, i cili nuk suportonte figurën full high definition. Shikoj që ka disa jahte. Më mirë do ishte figura nëse do ishte në formatin full high definition, por gjithsesi edhe ky format nuk është shumë i keq. Kjo varg bën shëtitje në Krorëz. Sa larg është Krorëza këtu? Me anijene? Ka kome? Gremina? E kuptova. Për kuriozitet, për një udhëtim këtu në Krorëz, sa kushton? Bëhet udhëtimi ditor dhe viziton 3 plazhe. Po. Krorëza, ka kome, Rojde. Po. 30 euro. Shpiri i arsyeshëm. Pra 30 euro për të trija këto zonë. Janë kurioz ato që nuk e din. Nuk besoj se është keq, apo jo? Jo. Mos e ne. Live. Ka turist? Ka? Mos u qani. Thuaj Bereqavës më mirë. Okej. Atëherë ta fokusojmë pak këtu. Taj, se taj mali. Arjan Shaba, shumë pastër tani, thot Arjan Shaba. Okej, Arjan. Shumë mirë. Shikoj që këtu kemi edhe
barka të tjera të ankoruara. Kjo pamje po kujton pak pjesën e Budvas, pjesën e Malit Zi. Anije të ndryshme, po ka edhe shumë jahte. Pra është një udhëtim ditor, me sa mora informacion nga vajza aty, i cili kushton dhe 30 euro dhe të dërgonte në 3 destinacione. Mendoj që është çmim i arsyeshëm, nuk e di, varet tash. Por për dikë që kërkon të shëtis, mendoj se është okay. Pra ky është momenti ku shiten biletat për ditën e nesërme. Pra te këto stendat janë vendosura, janë biletat e udhëtimit me anijet që ju shfaqim tashmë në imazhe. Për shembull, sa shkon në hotel, të këshillojnë udhëtimet ekstra. Sigurisht, udhëtimet ekstra janë kosto të tjera. Pra, këto janë udhëtime të ndryshme, të cilat organizohen tashmë jemi tek porti i barkave të vogla. Është porti që shohim tashmë në sfond. Është një port i vogël. Okej, atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Problemi është muzikat në background, janë shumë problem për transmetimin live. Detyrohem të vendos një muzikë time tashmë. Shikoni sa e mbushur është qytetoria. Është një qytetore full tashmë me qytetarë. Five. E duart Kajo në shkruan sa herë që shoh Sarandën, sidomos natën, me kujton Hong Kongun. Saranda është si Hong Kong i vogël, me ndërtesa të bukura të ndërtuara në kodër.
Për ndërtesat nuk di që të them. Mendoj se kam pak dyshime për ta pranuar atë koment. Por shëndetore këtu është shumë e bukur. Ndërsa ndërtesat në kodër lart, ndoshta mund duken bukur, okay? Pjesa e parkimit është pak problem këtu në Sarand, si kudo në Shqipëri, por në Sarand është më shumë problem, mendoj, parkingu. Temperatura vazhdon të jetë e lartë, jemi në 28 gradë. Вадим много лепо спавала и съм работа, Божни Atëherë, kjo do t'jetë xhira e fundit që po bëjmë së bashku. Për mua ishte më mirë, thot Saimir Damani, më e lezetshme ato vite, ka qenë rreth 8.000 banor. Ndoshta ke drejt Saimir, mund t'jesh banues këtu, e njeh më mirë. Nuk mund të flas dot, por mendoj se edhe tash ti domethënë që po shohim dhe videon, Saranda duket shumë e bukur. Arian Shaba, Arian mirë e këti, po mua po më dhejmë në këndët shoku, sepse e kam dalë shumë herët, më put dhe krahu që po mbaj kamerën, kështu që, okej, ecja të bën mirë. Saimir, ti që nga Vlora, edhe Vlora është shumë e bukur, Saimir. Pardje kam bërë live stream në Vlorë, edhe atje kishte shumë fluks qytetarësh, por është ajo që thash edhe pak më sipër, ndryqimi në shëndetore është më i errët, mendoj se duhet si ky ndryqim që shohim në këto pamje. Ja ku po bëj një panoramim djathtas. Shikoni sa ndryqim i rregullt.
Kamë shumë e bukur kjo, që ta dhuron Seranda. Shoh disa ngjyra. Paktën në pjesa e varkës i jep shumë shije reflekseve në det. Aleksi mendoj se janë më shumë shqiptarë, nuk diskutohet kjo. Për shembull, një turiste na përshëndeti. Qoftë edhe me një buzëqeshje, po ishte dukesh që ishte turiste huaj. Tashmë do doja të fokusoja pak në kamerën zoom lëvizjen e anijës. Ajo sa po mori turistët, sepse i pam kur kaluam që po prisnin biletat e udhëtimit. Pra Aleksi po thohej që turistë janë më shumë shqiptarë, kjo nuk diskutohet, sepse pandemia edhe ka ndaluar deri diku turistët e huaj për të lëvizur. Pra Shqipëria i pranon hyrjet të gjitha, por ata vetë kanë ndaluar deri diku të lëvizin. Sa i mirë, një gjë është e sigurt, thot Sajmiri, që shëndetoret e reja u kanë dhënë perspektivë qytetet bregdetare. Je shumë i saktë, Sajmir. Kjo është shumë e vërtetë. Ja, duket pamja, një pamje e bukur. Dritat janë vendosura shumë bukur, drejtësimi është perfekt. Pra mendoj që një qytet evropian nuk ka më shumë se kaq. Një trotuar i pastër. Emri është greqisht, nuk e lexoj dot. Livanis, nuk e di, Gjanis. Do më falësh që nuk e shqiptoj dot, por e ke me shkronjën greke, unë nuk di greqisht. Edhe me shkruan që jam nga Kruja. Përshëndetje, do doja që të vinit në Kruj, suksese. Kam bërë video. Kam bërë një video në Kruj. Është në kanalin tim në YouTube, mund të futesh tek kategoria videove dhe e ke videon aty. Sa afërmi nuk kam ndonjë plan për të shkuar aty, por të shohim, nëse do më jepet mundësia, pse jo, do të shkoj. Po pra Rean, ideja është nëse kjo shëpetore nuk do ishte kaq e bukur, nuk është nevojë që të përdorësh koment ofendues ndaj një personi tjetër. Gjina Zenelaj, falenderit Gjina për komentin tënd. Gjina na falenderon për videon që po bëjmë sonte live në Tiranë. Respekte nga unë Gjina. Atëherë audion po e mbyll pak.
futëm sërish në koment, sepse kisha muzikë në background. Paradise. Pas ka shumë turistot, po ka shumë turist. Duket nga pamjet. Por edhe shumë vizitorë ka, shumë qytetarë ka. Atëre dikush më shkruan nëse do bëni një vizitë në qytetet e Kosovës, pa diskutim që kjo do të realizohet, por e thash edhe pak më herët. Aleksit, përshëndes. Faleminderit për komentin, Alex. Aleksandr Ceni më shkruan kur do bësh një video na liqeni komën. Atëherë Aleksandr Ceni, unë kisha menduar që të bëja një video në këtë zonë, por nuk munda dot për arsye të angazhimeve. Por një video në Koman unë e kam bërë fatikisht. Është kjo video, Koman, Lumi i Shalës. Nuk e fokusoj do të pamja, sepse jam në një dorë, do të prekur taçi. Atëherë, është kjo video, Koman, Lumi i Shalës. Mu të shkruash Koman, Lumi i Shalës, Albert Vaja, dhe ke video në Komanit. Por ke dhe video nga Valbona dhe shumë zonat të tjera. Indrit Grabolli më shkruan kur do bëni live ku do jetë video Arabës. Indrit, nuk kemi asnjë planifikim se ku dhe kur, sepse jemi në një zonë, në një sezon të ngjeshur me punë dhe nuk mund të përcaktoj dot kohën. Pra do të hyj live në momente spontane. Tashme kemi vajtur në 30 minuta live. Më parë kisha një transmetim tjetër, i cili zgjati rreth 1 orë 45 minuta, mos gaboj. Por cilësia rrjetit ishte pamundur që të transmetohej. Ai live stream ndaj edhe dola dhe u rifuta sërish. Sajmir Damani shkruan, unë do të këshilloja çdo të huaj të shkojë në Shqipëri, e sigurt që do të kaloj bukur, sepse qytetet, sidomos qytetet bregdetare, prezantohen goxha mirë tashmë. Po Sajmir, jam në një mendje me ty fatikisht. Është shumë e saktë që qytetet bregdetare tashmë kanë diçka më shumë për të treguar. Arjan Shaba, sa kilometra i bie Arjan kjo distancë që më thua? Aleksandr Ceni shkruan nëse është ndaluar qarkullimi pas orës 12 të natës, pra 00. Mirë do ishte të intervistoja ndonjë turist fatikisht, por unë nuk flas mirë anglisht, ose mos më thënë nuk flas dot. Kështu që kam pamundur që të intervistoj në gjuhën angleze. Ajo do ishte gjë më e mirë fatikisht për mendimin tim.
Pra, mendoj se në Shqipëri duhen rishikuar dhe duhen rishikuar shumë shpejt biles, sepse shumë biznese dëmtohen nga ky orar, është një kufizim krejt pa lidhje. Aleksandr Ceni shkruan: ta besoj se të dëgjoj. Ty besoj se të dëgjon Edi Rama do të bëjë një thirrje ta heqë orarin. Greqia ka 2 ditë 2000 të infektuar dhe asnjë kufizim për shkak të turizmit. A janë të rëzi qeveritarët tanë? Po pra, atëherë Greqia po shfrytëzon maksimalisht turizmin. Të njëjtën gjë do të bëjë edhe Shqipëria. Është krejt pa lidhje orari 12 tashmë. Vazhdojmë edhe pak minuta së bashku, sepse unë do duhet ta mbyll transmetimin maraton. Tashme jemi në 40 minuta në videon e dytë, ndërsa videoja e parë është 1 orë 40. Pra mendoj që të vazhdoj edhe 15 ose 20 minuta maksimumi. Dhe të mbyll këtë live stream. Syro Qalliu, të përshëndes Syro. Tashme I fokusohemi edhe pjesës shëtitores këtu, tek shkallët. Hey, ta seduti e seduti. Visi na pyet nga kala e lëkursit xhirove sot. Sot jo Viso, vetëm videon e parë që kam bërë para 3 javësh. Live on Instagram? Yeah, Can I go in the camera? yeah. Hello guys. Yeah, thank you. Short. You are from? I'm from Germany. Germany? Yes. Ah, great. You? Albania is beautiful. You? Where are you from? Albania. Ah, Shqipëri. Albania, Shqipëri. Po ti fole ti je kosovar? Po, Kosovë. Je prej Kosovës? Po. Ah, po si duket Seranda? Mirë. Po pse the Gjermani? Apo jeton në Gjermani? Gjermani jetaj. Ah, jeton në Gjermani. Atë ta kthemi një kamerë kështu ne, megjithëse edhe ti doje dili aty. Ah, në kalë është mirë. Jeton në Gjermani edhe je prej Kosovës. Po, në Gjermani jetaj. Ke ardhur për pushime këtu tani? Po, Apo për thjesht po kalon edhe Ja, për pushime. ku për pushim? Në Kosovë jam. Po ka ardhur në Sarand pra. A ka ardhur në Sarand?
Po. Sa do rish këtu? Normal. Shtash nesër, më shku. Ke ardhur vetëm për sot dhe do ikësh prapë? Ja, dje jam. Dje? Sot edhe nesër. 3 ditë, domethënë fundjavë. Po. Fundjava. Okej. Si duket Shqipëria? Mirë shumë. Ke qenë më parë domethënë këtu? Po, mirë shumë ka dhur. Sa ke që ke qenë herën e fundit? Hera parë se këtu. Hera parë që ka ardhur. Okej. Saranda, në cilin qytet ke qenë tjetër në Shqipëri? Përveç Sarandës. Sameli më kanë dje. Sa dhe edhe këto shumë mirë. Jo, ke qenë në Vlorë, në qytete të tjera, në Tiranë? Vetëm direkt erdhe këtu në Sarandë? Sarandë shumë mirë. Mirë. Përshëndes pra, kalosh bukur? Okej, miqtë e mi, atëherë ishte një djalosh nga Kosova, i cili jetonte në Gjermani, sepse më foli anglisht, kujtoj se isha turist anglez që bëhe live, edhe mendoj se unë isha një youtuber anglez. Okej, jam dukur anglisht, jam dukur si anglez, okej, bukur. Mirë pra, atëherë, ju përshëndes të gjithëve, mendoj që të vazhdoj edhe 5 minuta, sepse do duhet që ndërem dhe pak bashk. Visi është gjë e mirë, djalosh u ofro vetë, nuk mund t'i thras dot njerëzit vetë, më thënë drejtën, po ai u ofrua, kërkonte që dilte në video, je live tha, po thashun edhe u ofrua. Shikoni sa pamje e bukur, reflekset e dritave në ujë, është një pamje shumë e bukur, fatikisht. Shikojeni Sarandën. Po Visi, e ka si kujtim, po nuk i dhash emrin i kanalit. Që ta shikonte të paktën, asa i s'ma kujtoj, që të më kërkonte emrin e kanalit në YouTube. Ishte bukur nëse do afrohesh atë pak më tepër afër ujit. Gjithsesi po tentoj. Rado Djuravic, nuk e kuptoj fare se çfarë ka shkruar. Shpresoj që mos na ketë bërë koment jo pozitiv. Tashmë po afrohem pak afër detit, se do më pëlqente një pamje me ullët këtu. Visi mendo çfarë bëhet në gusht, po Visa do besoj se do ketë shumë lëvizje. Rada duket që është komentues pozitiv. Falje. Këshilltarët e kalit. Po pra, Visa, nuk e di nëse e ke parasysh skenën ku i thot Kadir Roshi çfarë lej kjo. Shikoni sa të rinj ka që shijojnë dallgët e detit. Fix. Atëherë po ngjitem sërish. Ose po eci më mirë po eci pak buzdetit. Thank you. Po afrohet më tepër për zhurmat e ujit. Mendoj se ka një relax. Aristogen Shau. Saranda shumë e bukur, ka ndryshuar, shumë faleminderit për videot, na ka marrë malli për vendin. Aristogen, faleminderit për komentin. Po Alexander, e kuptova që ishte koment pozitiv.
Po e heq muzikën në sfond për të dëgjuar më mirë dallgët e detit. Atëherë ngjitemi sërish në shtetore për të vazhduar edhe 9 minuta fix, ose më saktë 8 minuta. Kjo do t'jetë koha kur unë do të mbyll live streamin. Atëherë edhe 8 minuta vazhdojmë së bashku për të vazhduar 60 minuta këtë live stream. Ok, miqtë e mi, atëherë ndodhemi në Sarandë, siç e shikoni edhe nga pamjet. Kemi shumë qytetarë cilët kanë dalë në shtetore. Është një mbrëmje shumë e bukur fatikisht, ka shumë lëvizje, ka shumë gjallëri, ka shumë intensitet me qytetarë që bëjnë xhiron e mbrëmjes. Është freskët. Tani është freskët sepse këto 2 ditë ka qenë temperatura shumë e lartë, ka qenë temperatura përvoluese fatikisht, edhe kjo ndikon edhe që qytetarët gjatë ditës nuk dalin nga shtëpia ose shkojnë buzdetit, shijojnë plazhin. Atëherë vazhdojmë edhe pak minuta dhe 7 minuta. Edhe unë do t'ju përshëndes. Live streami është ndarë në 2 pjesë. Keni një video tjetër që është rreth 1 orë 45 minuta, mos gaboj. Tu kemi një shtetore të ndriçuar mirë. E thash edhe pak më sipër, këtu gjëja që nuk duket shumë pozitive është pjesa e pishave. Do duhej për mendimin tim personal të ishin palma. Nëse do ishin palma do ishte më bukur, pamja do ishte më serioze. Hija do ishte më madhe sepse këto nuk mbajnë dhe shumë hije, nuk besoj se këto ndikojnë shumë në freskun për të bërë fresk gjatë rrezeve të forta të diellit. Kështu që nëse palmat do të ishin më të mira këtu. Këtu në sfond kemi personin që qëndron vendroje, do ta quaja, në rast mbytje në det, ose në rast se ndonjë qytetar rrezikohet nga mbytja, kemi vendroje këtu. Shikoj që intensiteti i qytetarëve filloi disi të bjerë. Pra kemi më pak tashmë. Por mendoj se pjesa aty është më e populluar me qytetarë. Pra ka më shumë qytetarë pjesa aty. Mendoj se video radhës
është e planifikuar, por mendoj se do të jetë në Durrës. Pra, synimi im është që kjo periudhë të fokusohet në zonat bregdetare. Pra, Durrësi mund të jetë video e radhës. Miksalis nuk e bëj dot rolin e gazetarit. Pra do duhet një person i dytë që të bëj pyetjet. Nuk e kam një të tillë, kështu që është e pamundur për mua kjo gjë. Pra shikoj që ka turist të huaj. Mirëmbrëma. A ecën biznesi? Na pa. Mirë. Përshëndes. Faleminderit. Me shëtetorin e re, besoj se ka lëviz puna apo Po. Tani më mirë është ka lëvizur puna pak, po jo se është ashtu në mund ta afroj formën e dur. Po, s'ka. Pra, me shëtetorin e re ka ndryshuar deri diku apo është një apo tani e keni marrë me qira këtë? Jo, nuk e kemi marrë me qira. Ne jemi vite këtu te centrali edhe Mund ta ti je i lokalit këtu? Lokalin këtu? unë jam Po, kuzhinier. jam me një zotëri, i cili është kuzhinier në restorantin që po e shfaq tashmë. Edhe Emri ndezin restorantit? reklam centrali. Dalim këtu, Centrali? hajde këtu. Bëj këtu intervistë. Një sekond. Ja. U krye. Se do doja të fokusoja, pra, pasoja. Ka lëvizje, ka turist, vinë më shumë shqiptar, vinë më shumë të huaj. Saranda është e frekuentuar në shumë turistat huaj. Mund të themi në të gjitha vendet e botës, po për shkak të pandemisë, Saranda nuk është e frekuentuar në suedezë, në norvegjezët dhe nga italianë. Ata që janë potenca e Sarandës. Ata që jo mungojnë juve. Na mungojnë edhe, ata janë shumë të veçantë për Sarandën, se ata e filluan turizmin në Sarandë, Qartë. edhe e kemi vazhduar me popuj të tjerë. Më shumë janë në vendet e Ballkanit. Aktualisht, kush vinë më shumë aktualisht? Aktualisht vinë shqiptarë në gjithë Shqiptarët, botën. Në aktualisht. gjithë botën. Për ju, është më mirë të vinë shqiptarë apo të vinë gjermanët apo këto të tjerët Po që neve pak janë të mësi? mirë pritur të gjithë. Bravo. Ajo është e rëndësishme. Ishte përgjigje me sakt. Pra, ideja është që të vinë njerëz. Pastaj, se leku është i njëjtë, ti atë picën ta zen, të njëjtin çmim do kesh. Po, Apo jo? po, ideja është që të vinë të gjithë, edhe të kënaqen Sarandë, të marrin shërbimin e dur. Ulni çmimin se do linami sa dikush, jo, e ke gabim. Ela unë Nuk duhet të ulim çmimin, ne duhet ngrem kualitetin. Ajo është e rëndësishme në gastronomi, jo të ulet çmimi, por të ngrihet kualiteti. Posoja që kam konsumuar drekën sot këtu edhe çmimet për mua janë të pranueshme. Ndoshta gjërat vogla mund të lëvizën, por mendoj se janë të pranueshme. Po mirë, unë them se çmimet Ne do të janë flasim pozitivisht për biznesin, do të flasim pozitivisht për turizmin. Pra, Po, duhet flasim pozitivisht për turizmin, çfarë është e rëndësishme, çfarë i duhet Sarandës në të ardhmen. Shumë e rëndësishme që Saranda të bëhet me aeroport, të bëhet me parqe kendra lojrash për fëmijë për të rritur, të bëhet atraktive, të bëhet me autobus elektrik brenda Sarandë, për shembull, të qarkullohet me autobus një gjë elektrik. Imediate për shembull. Ti që je banon këtu? Unë jetoj në Gjermani, unë banoj në 2 shtete. Ah, bravo. Okej. Po. Vjen vetëm sezonin e verës edhe shkon Unë vi për 7 deri në 8 muaj në Sarandë dhe muajt e tjera jetoj në Gjermani, në Për Hamburg. shembull, çfarë shikon që i duhet një gjë emergjente Sarandës? Aeroporti duhet emergjent. Aeroport. Asnjë gjë tjetër, po pa dhe aeroportin i ketë gjitha në Sarandë. Nuk duhen rrugë të mëdha në Sarandës, po i duhen vetëm aeroport. Ajo është e Për rëndësishme. shembull, edhe pjesa e tunelit nëse do realizohet, Ajo tani pjesa e tunelit ajo do realizohet edhe është në program. Ajo do ta zhvillojë Sarandën, po pa aeroportin Saranda nuk zhvillohet. Se ne jemi të varur nga Korfuzi. E dini që ne sa kemi hequr në Greqi me vitet tëra për të marrë letrat në Greqi. prap Ela reagon. Tash do t'i përgjigjemi Elës, do t'i përgjigjemi, po ju e shisni peshkun, sigur po blen një vit. E gatuan peshkun tu, e ke peshkun tu në restorant? Po, Kot për kuriozitet,
një racion sa kushton për shembull? Ja, konkretisht. Te neve kushton peshku vjen me pesh. Normalisht me pesh. Me pesh. Është 40 euro kilja. Kile peshku, të është e pranueshme. Domethënë që do hash një peshk do kushtoj 16 deri 18 euro. Me garnitura, me gjitha brenda. Ajo është mjaftueshme për një person. Është mjaftueshme. 16-18 euro. Po. Mendoj se është normal. Është normal. Për mendimin tim, mendoj se është normal. Nëse gatuat mirë, nëse gatuat në mënyrë profesionale. Po qofse do ta gatuash ashtu siç duhen aty materiale brenda, ka punë aty. Ka mjeshtëri, duhet vaj ulliri, duhet perime, duhen djekse, duhen gjitha. Më shkruanin intervistoj, po unë kam tani po punoj me kamerën selfie. Po. Fatikisht duhet një person i dytë për ta bërë këtë punë, po ja, pak a shumë e realizuam bashkë. Po shumë bukur. Ty falenderoj shumë, uroj të kesh. Dihet që këtu është restorant centrali, është shumë i frekventuar nga gjithë turistët, nga gjithë bota. Qofse në Suedi, Norvegji, sodesat dhe norvegjezët thonë, do vemi në Saran, kanë butrindi, kanë syrin e kaltër, kanë limanin, kanë shumë gjëra dhe e frekventuar atyre është edhe restorant centrali, ku gjeten vetveten. Atëherë, çmimi thot dikush Veseli, për exempli emrin, çmimi është korrekt. Thot Veseli, tash është mirë kur i përgjigjeni direkt, bravo, shumë i bën reklam. E falenderojmë shumë Veselin dhe gjithë shqiptarët edhe gjithë turistët nga gjithë bota. Janë të mirë se të vinë këtu te neve në Sarandë, se Saranda është shumë e bukur, është perla e Shqipërisë. Të duam neve, mos të duam neve, do vim Sarandë vetëm për një arsye se këtu ka shumë diell. Vis Tirana na thot ftoje për një pije Albertin zotëri thot. Vis Tirana po më presin. Do ta ftoj unë Albertin Sarand për një pije te centrali thoj Alberti. Visi po më presin aty matan, ndaj edhe unë isha përgatitur për ta mbyllur live streamin, por zotëri jam ndaloj, falsi kishim. Kastrioti i centralit. Kaset përshëndes, kalosh bukur. Edhe ja kaloni sa më bukur, edhe besoj se Sarandës shëtitoria e ka dhënë një zhvillim. Përveç pjesës së pishave, që duhet ishin palma. Jo, edhe pishat janë të bukura, duhet ishin palma, po edhe pishat janë të bukura se do japin pak hije, se është shumë e nxehtë. Është jashtëzakonisht e nxehtë, po them una. Unë që rri këtu në mentor. Një pish do të bëj hije më të fortë se një palm? Po. 10 herë më të fortë. Se hapet më shumë. Hapet më shumë edhe ka dhe aromën pasaj. Nuk ka si palm. Është diçka tjetër. Kalosh bukur edhe sezon mbar. Mirupafshim. Faleminderit. Televizion ishte se mora vesh. Ishim live. Unë jam një YouTuber, bëj video për internet në zona turistike në Shqipëri. Pra pak a shumë unë fokusohem tek pjesa e turizmit. Mund ta shkruash në YouTube Albert Vaja Production. Albert Vaja. Po klikoje në YouTube, nuk kam sket për momentin, por mund ta shkruash në YouTube Albert Vaja dhe e ke aty. Mirë? Unë jam njeriu dur për të përshëndes pra. Gjok këtu. Se jemi akoma direkt. Jemi akoma direkt. Po. Unë kur kam marrë këtu s'kishte turizëm. Nuk kishte turizëm. Nuk kishte turizëm. Tu kishte turizëm 30 ditë. Edhe unë herdha këtu edhe anisa që në marsi. Në mars, në prill, në maj, e bëra ndryshe. Unë kam punuar në vitin 2002 në Saran, në Lëpus, punova për Obi. Çmimet e Greqisë, jo shtret si Greqi, fatkisht. Pyete të paktën konkuroni me çmimet në Greqi, thot. Jo më shtret se... Po sepse në Greqi edhe atje janë ndryshe. Qëpse peshku është i egër, kushton më shumë. Sigurisht. A e diskutohet. Kushton më pak, kupton? Nuk diskutohet, një peshkë vaske... Ai të merr për kilën e peshkut atje 35 euro, çfarë do bësh ti? Je detyruar. Do detyrohesh ta shesh sigurisht deri në 60 euro. Sepse do ta gatuar, do ta përpunosh, do ta bësh. Do ta shitur. Mirë pra. Është një diçka që natë bukur, mirupafshim. Okej, miqtë e mi, atëherë ishim me një zotëri, i cili ishte pronari ose kuzhinieri i restorantit në fjalë, që e keni logon aty. Këtu, anash. Pra, morëm një opinion të tij për çmimet, për turizmin këtu në Sarandë. Mendoj se diçka morëm informacion ose bashkëbiseduam më saktë me të.
Kur bëhet porosi nuk merret 1 kilogram ela. Më kupton? Kur bëhet një porosi, mendoj se sipas zotërisë, pra një racion që merr një person shkon 16 deri në 18 euro. Pra, kjo ishte pak a shumë ideja. Tani jemi në sezon turistik, kuptohet, jemi në Sarand. Edhe çmimet mund të lëvizin pak deri diku, por janë të pranueshme. Për shembull, atëherë po bëj unë krahasimin tani, jo për të mbrojtur zotërinë, as se njoh fare, ishte në rrugë, edhe i mora një opinion. Por për shembull në Pogradec, unë sa herë që shkoj tek një restorant aty në Drilon, edhe peshku aty e marr është 18.000 lekë të vjetra, pra që i bie rreth 15 euro në Drilon. Tani jemi buz detit në Sarand, jemi në kulmin e sezonit, zotëria shet 16 deri në 18 me garniturë. Kështu që është çmimi i pranueshëm. Okej. Jo, Ela, keq kuptove. Domethënë, ideja ishte këtu 1 kilogram, por nuk merr 1 kilogram një person, një racion. Ai e sqaroi shumë mirë. 1 kile është shumë. Se këto e marrin me kile, më kupton? Jo 20 euro pjata, jo. Ai tha 16 pa garniturë dhe 18 euro me garniturë, që janë patatet, janë të gjërat e tjera, çfarë ka një pjatë. Me çfarë shoqërohet një pjatë me peshk? Hajde. Hajde, nëna. Qenë të veçantë. Se ka shumë bukur. Çfarë race janë to? Çfarë moshe ka ky? Kjo femra. 7 muaj. Një vit e 7 muaj? E pas ke mbajtur mirë. Dhe aq mirë nuk e bëjë se ai dash të muaj në fshatë dhe Shi sa e bukur që është. Okej. Atëherë, vazhdojmë. Shi edhe njerëzit besoj se janë turistë. hajde këtu, hajde. Lep stripë? Që nuk lep. Atëherë e ndryshuam pak pjesën e transmetimit. Ne zakonisht nuk bëjmë kështu lëvizjesh, por me ranë sy qenda aty edhe po afrova pak. Si po bën mirë vapa racës Husky. Viso zotëria e tha, ka qenë më mirë, më i shëndosh, por ka një 2 muaj tha që është dobësuar pak. Kështu që mund të jetë ajo që sapo the. Atëherë po i hedh një sy komenteve, do shkosh në Shëngjin. Në Shëngjin kisha planifikuar të bëja fatikisht një video në Shëngjin, por thash për mos e përsëritur për disa të herë, ka qenë pak pjesa e kohës, problem për mua. Në Velipoj edhe në Shëngjin kam shumë dëshirë të shkoj. Edhe besoj se do shkoj javën që vjen. Me kismet zotit, gjithmonë. Hyrë në ndonjë bar, pyet pak sa kushtojnë pijet. Holtian Mimani, është diçka që në bare nuk futëm dot. Rimi thotë që kam bërë si në Itali me këto qend.
Ju ndjek nga Milano, shumë bukur, Eva Burfa. Eva, faleminderit që na ndjek, respekte. Okej, miqtë e mi, atëherë transmetimit për sonte erdhi fundi. Unë do ta mbyll transmetimin sepse jam edhe i shoqëruar me njerëz. Kështu që atëherë po ju përshëndes gjithëve. Ju uruar një mbrëmje të këndshme, ju përshëndes nga qyteti i bukur i Sarandës. Shpresoj që video ju ketë pëlqyer, të ketë qenë sa më e dobishme për shikuesit e mi. Respekte nga ana ime. Kush nuk ka bërë subscribe, mund të ndjeki kanalin tim në YouTube duke klikuar në botonin subscribe, por mund të klikoni edhe në shenjën e zilës për të njoftuar sapo unë ngarkoj një video të re në kanal. Atëherë miqtë e mi, unë jam Alberto Haja, ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj që qëndruat me mua sonte. Kalofshi një natë e bukur, respekte nga ana ime, natën e mirë. Sa për t'i dhënë një përgjigje dikujt. Në këtë rast nuk do të dhënë përgjigje fare, por ja po e jap një përgjigje të shkurtër. Atëherë sa për filmimet në publik, askush nuk mund të ndalojë filmimet në publik. Gjithçka është e ligjshme, unë e njoh shumë mirë ligjet. Kam marrë informacionet e sakta për këtë punë, kështu që filmimet në publik janë tepër të lejueshme, ndërsa filmimet në ambiente private, për shembull siç thonte dikush që futun lokal, për shembull aty unë nuk mund të futem sepse është një ambient privat. Pra rregullat këto janë, nëse nuk ke informacion mik i nderuar, se nuk ta lexova emrin, po thjesht të largova nga faqja, se mu duke thjesht dasha keq. Ideja është që filmimet në ambientet hapura, në parqe, në bulevarde, në shëndetore, ku di unë qytet, në fshat, se di, kudo janë të lejuara, përveç se filmimet e personave që janë me probleme fizike, unë i shmang sepse është e palejueshme, një diçka e tillë. Personat me probleme shëndetësore, ato nuk janë të lejueshme, kështu që mëso rregullat edhe atëherë bëj koment këtu në faqe. Unë mundohem të bëj këto video për të pasqyruar Shqipërinë ashtu siç është. Pra, jo me montazh, jo me muzikë reale, siç e shikoni live, siç ju përgjigjem unë juve, edhe më shkruani ju mua. Ndaj edhe personat që janë dasha keq, unë i largoj direkt, nuk kam kohë të merr komente negative, komente që kanë një farë urrëtie për diçka të bukur. Unë nuk i lejoj me këtu direkt, ja bllokim as paralajmërim as gjë, sepse nuk mendoj që është e kotë me u lodh me këto persona. Pra, në natyrë lejohet filmim, po sigurisht lejohet nëse është një vend publik, prandaj quhet park publik, shesh publik, zonë publike, është e lejueshme. Pra visi thot, o bosot, njerëzit ignorant nuk din, s'kan informacion, po, është shumë e vërtet. Pra, unë mundova ta sqaroj pak të pjesë, meqense me të rroj që komenti i atij personit. Ndaj edhe u riktheva sërish. Atëherë miqtë e mi, natën e mirë, kalofshi bukur nga Saranda, respekte që qëndrot me mua. Natën, nëse dëshironi, subscribe, like edhe klikoni në shenjën e zilës për të marrë njoftim sapo ngarkoj një video të re në kanal. Natën e mirë, bashkë.